Ekzema, e njohur ndryshe si dermatiti atopik, është një gjendje e lëkurës që prek miliona njerëz në mbar botën, duke shkaktuar lëkurë të thatë, të kuqe, me kruarje të përflakur. Megjithse është më e zakonshme te foshnjat dhe fëmijët, ajo mund të shfaqet në çdo moshë. Të jetosh me ekzem mund të jetë sfiduese, por me menaxhimin e duhur, simptomat mund të mbahen në kontroll. Cilat janë simptomat më të zakonshme? Simptomat e ekzemës mund të ndryshojnë nga një person te tjetri, por zakonisht përfshin lëkurë e thatë dhe e ndjeshme. Lëkura mund të jetë e ashpër dhe të plasaritet lehtë. Kruarje intensive. Kjo është simptoma më e bezdisshme dhe shpesh përkeqësohet gjatë natës. Skuqje dhe inflamacion. Zonat e prekura bëhen të kuqe dhe të ënjtura. Fluska ose plag. Nga kruarja e vazhdueshme, lëkura mund të dëmtohet dhe të krijojë fluska të vogla, që lëshojnë lëng. Trashja e lëkurës. Me kalimin e kohës, zonat e prekura vazhdimisht mund të bëhen më të trasha dhe më të ashpra. Shkaqet kryesore dhe faktorët nxitës. Shkaku i saktë i ekzemës nuk dihet plotësisht, por besohet se është një kombinim i faktorëve gjenetik dhe mjedisor. Disa nga faktorët që mund të shkaktojnë ose përkeqësojnë shpërthimet e ekzemës janë alergjenët, si poleni, pluhuri i shtëpisë, myku ose qimet e kafshëve. Irrituesit, përdorimi i sapunëve të fortë, detergjentëve, parfumeve ose produkteve kimike. Klima, ajri i thatë veçanërisht në dimër ose djersitja e tepërt në verë. Stresi. Stresi emocional mund të jetë një faktor i rëndësishëm nxitës. Ushqimet. Disa ushqime si produktet e qumshtit, vezët, arrat dhe gruri mund të përkeqësojnë simptomat të disa njerëz. Këshilla praktike për menaxhimin e ekzemës. Menaxhimi i ekzemës fokusohet në zbutjen e simptomave dhe parandalimin e shpërthimeve të reja. Hidratohuni vazhdimisht. Aplikoni kremra hidratues pa aromë disa herë në ditë, veçanërisht pas dushit, për të kyçur lagështinë në lëkurë. Shmangni kruarjen. Mbani thonjë të shkurtër dhe mundoni të mos kruani zonat e prekura për të parandaluar dëmtimin dhe infeksionet e lëkurës. Përdorni produkte të buta. Zgjidhni sapun, shampo dhe detergjent pa parfum dhe pa ngjyrues, të formuluar për lëkurë të ndjeshme. Identifikoni dhe shmangni faktorët nxitës. Kushtojini vëmendje se çfarë përkeqëson ekzemën tuaj dhe përpiquni t'i shmangni ato